me njerë nisnim komunikimin së bashku dhe e bëra me dije që në hyrje të programit në rubrikën në hapësirën çfarë pritet ndodh gjatë ditës sotme. Mblidhet për vërtetës që është një zhvillim i rëndësishëm në disa aspekte Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin dhe do të diskutohet sërish kërkesa e SPAK për arrestimin e zëvendëskryeministres Belinda Ballukut. Shohim se çfarë do të vendoset, le të themi do të jepet një dritë jeshile SPAK-u të veprojë apo do të votohet në një farë mënyrë që në Këshillin e mandateve që të mos i hiqet mandati. Në orën 12 është edhe protesta janë paralajmëruar, ndërsa kushtetuesit që trajton tjetër gjë, nuk kanë shumë lidhje njëra me tjetrën. Po, për rastin Ballukut, por tjetër gjë. Kushtetuesja pritet që të marrë një vendim në themel nëse GKK-ja ose një gjykat mund të pezullojë apo jo një ministër, që sërish bëhet fjalë për Belinda Ballukun, ende nuk e ka marrë një vendim. Mirëmëngjes, përshëndetje, këtë diskutim gjatë ditës sot me por edhe çështje të tjera po ashtu. Ju pyes, eksaktësisht ku qëndron pyetja, si mendoni ju çfarë duhet vendos Këshilli i mandateve sipas jush, apo kuvendi më pas me votë që të ta heq apo jo mandatin e deputetës apo edhe imunitetin dhe çfarë parashikoni se mund vendosin ata, se janë edhe dy çështje të ndryshme. Mirëmëngjes. Kur them ata, pra deputetët ose paret që janë Këshillin e mandateve. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Të dëgjoj me vëmendje, më thuaj dhe lutem që të mos më mbasim kohë. Ju faleminderit për hapjen e telefonit. Ju dëgjoj me kënaqësi, patjetër. Po. Ju desha të vë me djeni se unë po bëj 6 muaj e ca që po bje dhe nuk u kap dot në mëngjes. Kam një shqetësim me zbënje pa drejt nga kadastra e Beradit. Po? Mundësisht për punë e drejtësisë do të flas. Ju dëgjoj. Më kanë mashtruar dhe më kanë çuar në post, më kanë marrë lekët 2.255.000 lekë me dokumenta falso. Dhe në këto lekë 130 nuk janë të mijat. Prandaj desha të bëj një denuncim ose desha t'i thres kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Po? Si është e mundur të më marrin, unë jam 75 vjeç, me dokumenta falso e them e bëj publike ta marrin vesh gjithë Shqipëria. Po? Më kanë çuar në post dhe më kanë marrë lekë dhe nuk më japin mandat hartimin. Prandaj desha të bëj një thirrje na ju gazetar, po pati mundësi të vini ose të vini, jep një numër në telefon, të vi aty, të bje dokumentat. Po? Prandaj jam shumë i shqetësuar. E kuptoj, keni humbur parat madhe, nuk keni marrë dokumentat, po zotri, nuk e di si besove, si mirë besove, të sollën si punonjës të ASHK-sa e tjere, si e bëret gjithën këtë, domethënë, nuk di. E bëti vetëm nuk patët ndihmën apo sugjerimin në një familjarë e tjerë, se ka pikpyetje kjo çështje. Po, shiko, atje ishe lidhur të kuptoj, po ishe lidhur noterja se kur unë në datën 6 dhjetor të 2024 dokumentat që unë firmosja bashkë me atë që më mori shtëpi. A bët se shikoj edhe shumë e paratë në kështë e vogël, a bët ndonjë denoncim ose ju sugjeroj bëni ndonjë denoncim? Nuk kam lënë institucioneve pa... Po jo thjesht në këtë rast mund bësh dhe një denoncim në policinë, mos gaboj, edhe policia e Beratita, komisariatja, së pari. Shiko, kam vajtë dhe te krimi ekonomik i Beratit e kam marrë edhe me shkres. Po, krimi ekonomik, po. Se tash, unë jam shumë i shqetësuar. Po qëfar ju thanë? Dhe nuk me japin dokumentin. Okej. Ore kam dokumentat, pse tash unë desha një gazetar që të vi. Okej, mirë. Të kuptova, zotri, të falenderoj për telefonatën, Unë së parë të them, dish një herë këto rrugët ligjore dhe gjitha. Sepse, shiko, në një farë mënyre, mund të falenderoj që telefonon edhe që beson dhe këne, por edhe ne çështjen tek institucionet do të ashojmë. Ndoshta media mund të nxjisë pak më shumë që le të themi të mos abuzohet e tjerë, këtë nuk e vënë në diskutim, por edhe ne çështjen e institucioneve do zgjidhim, sepse nuk mund t'i kthejmë dot ne
ato para mbrapsht, do t'i kthej ai zotria që të është hequr si punonjës si kadastër, apo ka qenë dhe të ka mashtruar e tjerë. Kështu që të mira të këqija, me probleme, pa probleme, me mashtrime, pa mashtrime, tek institucione duhet përplasemi. Dhe më pas media do të bëj punën e saj. Absolutisht po. Dhe të falenderoj. Mirëmëngjes, ecim me një tjetër opinion. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të dëgjojmë me vëmendje, më ky rasti Balluku, çështja e Balluku. Ka shumë që zgjat sot në Këshillin e Mandateve. Më thuaj, çfarë duhet bëjmë sipas jush? Sa i përket çështjes Balluku, çështja e shpakut që ka qenë për me hiq imunitetin dhe me arrestuar, ajo është një çështje krejtësisht kriminale, mafioze dhe fashiste. Sepse në Shqipëri janë bërë krime më të njerëzore, krime më kriminale nga Partia Demokratike e Sali Berisha në krye, si s'kanë dhënë gjë ka bën këtë zam, natë shtatën, si kem thënë 100 herë, që kanë kryer Shqipërinë, që kanë kryer Shqipërinë sikur në epokën e burit. Po të kuptoj, edhe? Edhe shpaku nuk merr as i veprim. Okej. Natë 2008 në prap. Nodhi Gërdeci, e u vran 26 vetë, e u hodh nërë 3 katunë, u hodhë nërë, u shkatrohen, një shkatë u shkatrohen, ku me pahedhë bomën bërthamore, e kur kushtuar për gjëjësi, a spaku nuk vepren hisë, spaku veç bën heshtje. Me 20 janar u vran 4 protestues, kotit, se demonstrata nuk isha që dhunshme, ishme dhunshme, pjesë ju bo shtunë, 1000 herë ishme dhunshme, me flakadën, me Granata Hell, me breshëri, flakadën, drejt për ministri. Jo, po edhe me topa, përse nuk, kështu top me topa nuk u gjuajt, me një mërzyshe të. Figurative. Mirë edhe unë pak me shaka, pak me shaka. Më letovi, flakadoni janë mjetë luftarake. Nuk po justifikoj fare, po pak me shaka për ndjekur batut. Unë bënë ushtar, flakadon një. Më letovi 2 ishin mjetë luftarake. Mjetë luftarake. Me përgjigja mikut. Mos i hetej sa ta, me 20 janar që kanë dhra 4 vetë, e qëtej Ballukun të tamu, prit. Po, diçka për ta mbyllur, të lutem. Po drejtësi në tendrat, që është kriminale. Drejtësia tjetë, o barabartë për tonë njerëzit një laj. Mos këtë dikush i njën, për dikush i babës. Okej, mirë. Faleminderit. Prit. I mos e arisha shpejt. Jo, të dëgjova, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, jo prisim se do marrë një tjetër opinion. Të përshëndes, të lutem. Mirëmëngjes, ecim një tjetër opinion. Besoj të morët kohë mjaftueshëm edhe ju dëgjova. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ani, mirëmëngjesi. Të dëgjoj me vëmendje. Nëse bëjmë pak debat me zotrin, nuk doja, jo për rastet konkrete. Por, nëse ndodh një ngjarje e rëndë, shumë e rëndë, nuk di Gërdes, 21 janar e tjerë nuk ke vënë në diskutim. Nuk do të thotë që ende pa u ndëshkuar me 100% nga drejtësia një ngjarje e tillë, më pas asaj të bëhet namje, të bëhet çdo gjë. E ke parasysh domethënë nëse gabon Ani bën një gabim të madh dhe nuk ndëshkohet, nuk do të thotë që dhe unë të gaboj sepse Ani nuk u ndëshkua, ose gabimi im është kot para ti të Anit. Nuk funksionon kështu as shteti, as logjika e përditshme e tjerë. Por dhe nuk po e marr për rastet konkrete, për rastet as Balluka, as 20 janarit e tjerë, po si logjik edhe të përditshmërisë. Të dëgjoj ndjes për këtë ndërhyrje. Jo, s'ka problem, kështu të mos i gjë. Më thuaj. Është i kënaqësi. Atë, unë do të them që telefonoj. Afro pak telefon, të lutem, po. Jo, se di. Po thojnë që këta pakame shumë me Sali Berishën. Allah, Sali Berisha hiku. Kur këta nuk e jetojnë Sali Berishën, kujt i është faji, më Allah? Kujt i është faji? Kujt i është faji? E i bje faji këtit që është në qeveri. Atëherë, ky po bë makesi. Jo, Ani, shiko, përmende fjalën, të lutem, përmende fjalën hetim. Hetimin e bën drejtësia. Nëse kryeministri një vendi, i kujdoj qoftë, i somalist, e ka në kontroll drejtësinë, unë nuk po them se dikush do thotë je hipokrit që këtu e ka në kontroll, nuk i futem asaj, por si logjik në shtetin demokratik. Nëse kryeministri një vendi ka në kontroll drejtësinë, dhe nëpërmjet drejtësisë bën çdo me opozitën me çdo gjë, atëherë mori fund. Ne prandaj kemi vuajtur, po gjithsesi. Kështu që kërkoja drejtësisë, çështjet e drejtësisë. Nuk e kam as po mbroj kryeministrin asgjë më. Edhe kundërta po t'ishte, po
Jo, më jo. Se tani duke sikur ne kemi 2026, kaq vite demokraci dhe nuk e kuptojmë demokraci. Në tjetër gjë që ndoshta këtu në Shqipëri s'funksionon asgjë ashtu. Po të paktën ta kuptojmë siç duhet. Si duhet funksionojnë institucionet. Të dëgjoj sërish ndjes. O Andi, unë them kështu, që kështu nuk ka funksionuar asnjë gjë. As drejtësia, asnjë gjë ka funksionuar. Atëherë ku ti bie faj? Ku ti bie faj? Ai ka bë krime valla, nuk mohohen. Ka bë krime. Pama, po kush e mbron? Kush e mbron që atë nuk shkojnë gjykat, që dënohet për atë gjëra? Asnjëri nuk e çon. Mu më lind pyetje që këta bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Të dëgjoj mendimin. Ruajnë njëri tjetrin. Ruajnë njëri tjetrin, më sa fusin burg. Okej. Faleminderit. Falenderoj edhe për çështje dhe efekt kohe. Mirë, në këto momente shfutemi pak për një këshill shëndetësore me shumë interes. Vjen këto momente komunikimin së bashku, më njëherë pas pak do të jemi me zotin Kujtim Moxha, ekspertin për pensionet, dhe theksoj edhe njëherë jemi datë 28 janar, pjesë më madhe e kanë tërhequr ose kanë dieni për pensionin muajit janar, kush e ka përfituar kompensimin e kush jo, çfarë ndodh, si ishte kjo mënyrë, për le të themi ishte drejt apo jo, dhe çfarë duhet të kenë parasysh, sepse kanë nga ata që për të arritur tavanin kanë përfituar vetëm pak, jo të gjithë kompensimin e plot, gjithë këto do të diskutojmë më herë pas pak, por shohim edhe çështjen tjetër që kemi në diskutim, që ka të bëjë me çështjen Balluku. Sot mbledhet Këshilli për Imunitetin dhe Mandatet, dhe një shqyrtohet kërkesa e SPAK për të arrestuar për zonës kryeministren, dhe sipas jush çfarë duhet vendosin në Këshillin e Imunitetit apo edhe në Parlament. Le të themi të japin dritje shile prokurisë për të vazhduar me arrestimin apo jo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zoti Andi. Të përshëndes, të gjoj me vëmendje, je jashtë, në ambient, në natyrë, nga në telefonon. Po, jo, unë dola nga shtëpia, nuk ju shoh, po kishte problem me tërmetin. Me çfarë tërmeti? Me ku ka rënë tërmet? Ore, ka rënë tërmet, se jemi 6 vjet rrugëve pa shtëpi, si ka rënë tërmet me ato. Ai famkeqi, po, 26 nëntor 19, aha. As nuk e ka ndërmend me nej bosh shtëpiet, mos të më rrim rrugat nuk e përmend kërkush më çdo të çfarë po as shumë. Çfarë je konkretisht, domethënë, çfarë ke marrë deri më tani dhe ku ka ngecur e gjitha? Si diçka e kanë shëm me VKM, vendim këshill ministër, me vendim këshill bashkiak, e kanë shëm shtëpiet, jemi 17 familje rrim Marcinet. I kanë shëm shtëpiet dhe jemi në rrugë madhe më vllaç. As nuk e vret me kush fare. Në bonus qiraja, qysha teka. Jo, ka 3 vjet se nuk marrin bonus qiraja fare. Keni marrë fillim edhe jo vjet. Po çfarë ju thonë? Po, fillim. Asgjë. Shkojmë bashki, thotë s'kam çfarë bëj, shkoni ku doni. Edhe do të thënë, jemi me gërmen në seklet. Edhe keni protestuar ju mos gaboj? Po, kemi protestuar, kemi marrë media, janë tjetër pas si lloj problemi nuk zgjidhin ka. Se si do shkojnë kje punë, nuk dihet. E kuptoj. Jo, ne në Durrës në fakt i kemi ndjekur në Durrës, në Lezhë, edhe kudo, po me gjithë edhe në Durrës protesta që keni zhvilluar, i kemi ndjekur hapasapi, do të vjojtim ndjekim. Shumë si do të vështirë, ke të drejtë, absolutisht. Po, nuk ka asi lloj sensi që të rrim rrugët ka kaq vite, bota i dha lek. Ku shkun, kush i mori? Diçka mbi $1 miliard, mbi $1 miliard në fakt u mblodhën në atë konferencën e donatorëve të tjerë. Nuk di se si të veprojmë. Të kuptoj. Të falenderoj shumë, shpresoj shumë që gjithçka të lëvizin, ne do ta keni gjithmonë pranë. Të pasturojmë problematikën tuaj, protesta e gjithçka tjetër, siç kemi bërë. Ju përshëndes, shpresojmë që institucionet të lëvizin në këtë drejtim. Falenderoj zotrin, ecim me një tjetër opinion, këto momente, shumë shkurtimisht, urdhëroni përshëndetje, sepse me njëherë besoj fokusi do të jetë pas pak për tek pensionet. Mirëmëngjesi, por presim dhe një tjetër telefonat, edhe për një tjetër zhvillim rëndësishëm që shpëritet sot. Moni, mirëmëngjesi, po na ke munguar. Mirë se. Jo, unë ju kam ndjek për ditë. Shiko, unë nuk e di, nuk e vërtetoj dot që më ndjek apo jo për ditë. Kështu që prandaj të them më ke munguar, se nuk e për pjesë e programit. Për shaka këtë. Jo, unë kam ndjek. E di kuptoj. Më vjen mirë që e mirë me shëndet, dukesh mirë. Po. Shtypje ajo biseda jote dje me për punën e patentave.
me atë specialistin. Aha, po. Për parking që parkojnë njerëzit rrugës në Shqipëri e kam fjalën, a? Shqipëria asnjëherë ka shumë larg nga Gjermania, apo Tirana nuk është larg për disiplinë, për rregull, për mirëkuptim e kam fjalën, a? Në kupton ku e kam mohabetin? Po. Po ato parking për shembull si ngjoh që bën dyshe, pse nuk i gjobisin Andi, po thonë të t'i fusin një vit burg. Ajo është një s'është normal. Ja ju thoni moni më shumë gjoba. Gjoba. Në Gjermani gjoba. Gjoba dhe pika, për i gjos kuptova, e i foli 20 minuta dje, për i gjos kuptova unë. Sa pika duhet ketë një qytetari i Tiranës që t'i hiqet patenta, këtë se kuptova. Në total nuk është ishe 20 pikë, nuk e di edhe unë eksakt. Ti nuk e di, me 20 pikë. Se këtu në Gjermani është ndryshe. Si është? Në Gjermani është kështu ndi. Unë kam 0 pikë. Kam 0 pikë tani. 0 pikë, Me 6 pika të fluturo patenta. Nëse shkon minus 6, po e themi. Jo, qëfse po plus 6. 6 pikë. Kundër vajtje, ma 1 pikë. Qëfse më krebi me telefonin, për ma 1 pikë. Po pika, me pikë tjetër nuk ka asnjëherë, nuk bashkohen bashkë. Duhet 1 vit e gjys dhe 2 vit që t'hiqet pika. Nga data që ke marrë pikën. Që ke marrë, e kuptoj. Që ke bërë shkeljen. Qofse si me na 2 vjetëve, kur më dhonë 6 pikë, atëhere këtu të marrin patentën, do të bësh një idiot test. Test idiotit. E kemi përmendur në këtu, kemi dashur ta bëjmë në këtu, po këtu rikthesh edhe në testim nga e para në një farë mënyrë, bën ato provimin nga e para, është diçka e tillë, po. Edhe ke provimin nga e para, kush nuk di, nuk mban mend asgjë, ë? Andi, po ti nuk e merr ku në Gjermani e para idiot testin. Nuk e merr dot. Tek e para je idiot, ë? Për batut, për shaka. Ai të bëj pyetje të çuditshëm. Më vesh. Po çfarë pyetje bën moni? Ai pyetje thot për shembull, pi birr? Çfarë do thosh ti? Spi do i them. Se tani ai të kap, se ato janë psikolog, ato të kapin me lëvizjet e Patjetër. Mirë, se e bëm edhe pak me batut, por shumë rëndësishme. Në timon, absolutisht fraksion sekundi është çdo gjë. Edhe, si që themi, ne bëhet e pa bëra. Mirë, të falenderoj shumë, moni. Aba gëzohemi e që po lidhëm bashkë edhe një vit i mbarë dhe për ju. Sa do që ka kalu sa ditë. Vitë mbarë, patjetër të përshëndes. Ecim në këto momente. Akoma se mora vesh se sa pikë është në Shqipëri. Këtu i ke 20 pikë në mos gaboj. Këtë po më thonë edhe kolegën në regji. I ke 20. Nëse e merë patentën, po e themi në fillimet e rjetëri, ke 20 pikë dhe më pas të zbritën nga kjo 20. Kështu funksionon këto. Po me ja tu zbritën ty për një gabim 2 pika, sa zbritën? Nëse nuk bën shtohen. 2 pikë ose 3 pikë. Po dhe kur shtohen? Nëse nuk bën e tjere tjere, ndoshta mund të shtohen. Po nuk e di eksakte. Me 20 diku e nisë, moni. Me 20 e nisë, me kur hiqet patenta? Kur hiqet patenta? Po varet nga shkelit që bën, pra, nga shkelit që bën. Nga shkelit e marve, që shkelit me andi posib. Me 20 pikë duhet bërë shumë shkelit që të hiqet patenta. Këto do të thuash. Jo, po me sa, ku arrit një person me na 2 vjetëve që ti hiqen të 20 pikë, o të ti shtohen këto 20 pikë, unë se kuptoj akoma këto 20 pikë. Nësë është të mërshëm në rrugë tani, për shpresojmë që të mos ketë të atil, të jenë të mërshëm e të bëj me radhë. Po mi të falenderoj. Po shemë mi pra, e desha me të tonë ti ece me makinë, qofse të kap me telefona i të dhem pikë? Të vëjnë gjobë, këtu është me gjobë. Jo, po këtu, po të kapin telefon, këtu me direkt një pikë. Po këtu është ndryshimi. Ne kemi gjobën një, që është shtuar gjoba për telefon. Faleminderit monit, falenderoj të përshëndes. Të përshëndes për telefonatën, do t'jemi vetëm 1 minutë me shqiptar.com, faktë, se kjo bised moni kërkon dhe disa sqarime dhe na mori pak kohë.